Marrëveshja politike dhe kompromisi mes partive politike për koalicion qeverisës është gjëja më normale në një demokraci. Por kompromisi në një demokraci duhet të jetë demokratik. Pra kompromisi nuk është pazar që lidhet për të rahatuar figura politike. Kompromisi i vërtet, ai i cili u shërben qytetarëve, ndërtohet mbi dy shtylla të panegociueshme. Së pari, mbi respektin për rezultatin e zgjedhjeve, pra respektin e vullnetit qytetarëve dhe peshës politike që ata i kanë dhënë secili subjekt, dhe së dyti, mbi përgjegjësinë institucionale dhe demokratike e cila rrjedh nga angazhimi publik dhe nga fakti që je përfaqësues i zgjedhur i popullit. Rezultati i zgjedhjeve nuk mjafton vetëm të pranohet. Rezultati i zgjedhjeve duhet të respektohet. Dhe respektimi i rezultatit nuk është në nënshtrim. Një term tjetër i keq përdorur nga opozita në këtë sallë e jashtësoj. Nëse ka një nënshtrim, ai është ndaj verdiktit të qytetarëve, të cilët me votë kanë përcaktuar peshën e secilit subjekt politik duke përcaktuar edhe sjelljen parlamentare. Pikërisht për shkak të keq kuptimit të fjalës nënshtrim, opozita kompromisin e kupton si nënshtrim të fituesit zgjedhjeve. Kompromisi nuk do të thotë as që fituesi i zgjedhjeve të nënshtrohet kërkesave të parësyeshme që ta atyre që kanë humbur zgjedhjet, por kompromisi nuk është as barabarësi artificiale mes të pabarabartëve nga një rezultat zgjedhor. Kompromisi është marrëveshje që reflekton realitetin e mandatit zgjedhor duke u dhënë të tjerëve atë që u takon sipas peshës së tyre elektorale.